Prej 4 vitesh, Klodist Xhulaj nga fshati Peshtan i Fierit jeton i paralizuar i shtrirë në krevat pas një mundësi për shërim. Jeta e tij ndryshoi rrënjësisht kur gjatë mbledhjes së ullinjve humbi kontrollin dhe ra nga lartësia duke pësuar dëmtime të rënda në shtyllën kurrizore. 34 vjeçari tregon se që nga ajo ditë përballja me dhimbjen dhe sakrificën është kthyer në realitet të përditshëm për të dhe për familjen. Kam bërë aksident, kam rënë nga ulliri duke punuar, për më morën mend dhe kam rënë, jam dëmtuar në shtyllën kurrizore. Kam bërë 3 ndërhyrje te spitali ushtarak, po fatkeqësisht jam i paralizuar në krevat. Jetesa është shumë e vështirë, unë marr 200.000 lekë kem dhe është shumë e vështirë. Edhe kujdestarinë e nusës, kam një djalë 4 vjeç, edhe jam detyruar të marr një banesë me qira në Fier. Të jem afër spitalit, po shumë e vështirë. Unë paguaj 150.000 lekë qiran dhe po bëj 2 vjet. Dhe kam shumë të vështirë. Prandaj u detyrova të marr shtëpi me qira në Fier. Po, edhe falenderoj shumë qendrën shkencore Frakull që më dhuroi dhe një karrocë invalidi. Familja Xhulaj përballet çdo ditë me sfida të shumta ekonomike, të ardhurat janë të pakta dhe të pamjaftueshme ndaj për t'u ofruar spitalit. Prej 2 vitesh ata kanë marrë një banesë me qira në Fier. Klodisti tregon se kanë aplikuar për banesë sociale, por procesi ishte i bllokuar, pasi nuk plotësojnë kriterin e dokumentacionit për certifikatën e pronësisë në Peshtan, që është ende në proces legalizimi. Ai apelon për përshpejtimin e kësaj procedure. Unë kam bërë një aplikim për certifikat pronësie të banesës së Peshtanit dhe i bëj thirrje hipotekës të shpejtësoj procedura sa më shpejt. Ndërkohë e gjithë bara e familjes ka rënë mbi birkenën bashkëshorten e Klodistit, e cila u përball me këtë fatkeqësi të rëndë vetëm një vit pas martese, në kohën kur kishte sjellë në jetë djalin e tyre të vetëm. Fatkeqësisht ai ka rënë nga udhiri po bën 4 vjet dhe është në një gjendje shumë të vështirë për ne, edhe për atë. Ai tani nuk lëviz më, vetëm nga mezi e lartë, kurse nga mezi e poshtë, këmbët nuk i lëvizin, nuk i përthyen dhe gjendja e tij është shumë e vështirë. Doktorët thonë që është shumë e vështirë për të ngritur në këmbë. Dhe ne, edhe për ne është shumë e vështirë, ne kemi dhe një djalë 4 vjeç. Ai do mënyrat e tija, do situatën e tija, ne nuk e kemi aq shumë mundësinë. Sepse ne prej 200.000 lekësh veç kujdestaria ime nuk është se na dalin. Dhe u detyruam që prej 2 vitesh kemi marrë një banesë me qira në Fier, që të jemi më afër spitalit, sepse këtu nuk isha çfarë bëja. Ambulanca nuk më vinte, infermieri sado nuk vinte, s'kisha çfarë t'i bëja. Kurse atje u detyrova. Qiran e paguaj 150. Jo drita ujë, nuk më dalin. Jam në kushtet hallit që ju ka zënë. Po, shumë të vështira. Jeta juaj kujdesem për të. Jeta juaj është përditshmëria. Tepër e vështirë. Ju i shërbeni. Po, unë i shërbej. Unë. Një apel që keni ju për institucionet. Thjesht i kërkoj bashkisë për bëj apel për një banesë sociale. Dhe ne na pengon dhe në çik certifikata e pronësisë, sepse tani kemi bërë procedurë. Dhe i bëj thirrje hipotekës që të vënë dorë që mund t'i përshpejtojnë pak letrat, që edhe ne mos ndihemi në sillet, mos na pengojnë. Apeli për ndihmë i banesë sociale vjen dhe nga nëna e 34 vjeçarit, e cila thekson se shpërngulja në Fier është jetike për trajtimin dhe kujdesin ndaj djalit të saj. Djali mua më ka rënë nga ulliri, ka 4 vjet. Duke punuar, më morën mend edhe ra nga ulliri. Edhe ka mbetur i paralizuar. Dhe neve kërkojmë një banesë në Fier, se ishim 2 vjet këtu në Peshtan edhe nuk e lëviznim dot. Tani neve atje në Fier e nxjerrim me nusën për kafe, për çdo gjë. Edhe e çojmë edhe në spital për vizita, për çdo gjë. Edhe me aq lekë sa marrim nuk na del për bibilina, për ilaçe, për kortatera, për të tëra. Nuk na dalin ato 200.000 lekë. Duam një banesë. Se jo pagojmë qiran, jo drita, jo uja, nuk na mbeten. Duam të marrim një banesë, që ta kemi kështu edhe. Që t'jeni afër spitalit? Po, afër spitalit. Edhe më mirë psikologjikisht. Po, për kredisi, se këtu në Peshtan ai vuante shumë.
Jo na mërzitja, jo se mbeti aty në krevat. Kurse në pjera i del, arkatohet, bëhet. Megjithëse jeta e tij është krejtësisht e ndryshuar, Kledisti ndjen mirënjohje që edhe në këto kushte mund të shoh djalin e vogël duke u rritur para syve të tij. Në fund të ditës, edhe mes vështirësive të shumta, ai nuk humb shpresën për një të ardhme më të mirë.